të gjithëve, mirë se keni ardhur në Global Talk Academy. Unë quhem Paula, jam një content creator dhe së bashku do shihemi më shpesh këtu në kanal për të shpjeguar tema të ndryshme të gjermanishtes, ato që keni ju më shumë vështirësi dhe që keni nevojë. Para se të nisim, mos harroni të klikoni subscribe, të ndizni zilën më poshtë në mënyrë që mos të humbisni asnjë video që ne postojmë. Gjithashtu të na ndiqni dhe në rrjetet tona sociale, në Instagramin ton globaltalk.de, sepse dhe aty postojmë çdo ditë informacione dhe video shumë të dobishme për gjuhën gjermane dhe jo vetëm. Në këtë video do të flasim për temporale prepozicione në nivelin A1, pra shqip për parafjalët e kohës. Cilat janë ato? Se janë kaq të rëndësishme. Si përdoret secila prej tyre? Të gjitha këto do t'i zbuloni në këtë video, prandaj qëndroni këtu deri në fund për t'i parë të gjitha. Parafjalët e kohës në gjermanisht janë am, im, von bis dhe ab. Le të shohim tani të gjitha me radhë. E nisim me parafjalën am. Parafjala am përdoret për të folur për ditët e javës ose për një kohë gjatë ditës, si për shembull mëngjesi, dreka, darka, pasdite e të tjerë. Për shembull, am Dienstag arbeite ich von zu Hause, ose am Nachmittag lerne ich Deutsch. Siç e vini re, Dienstag është një ditë javë dhe Nachmittag na tregon një kohë të caktuar gjatë ditës. Për këtë arsye përdoret parafjala am. Por kujdes, kemi edhe një përjashtim. Nuk thuhet asnjëherë am Nacht, por in der Nacht. Për shembull, in der Nacht war es sehr kalt. Parafjala e radhës është parafjala Atë e përdorim vetëm për të treguar orën, si për shembull Der Kurs beginnt 9 Uhr. Pra kursi fillon në orën 9, ose Ich stehe 7 Uhr auf. Der Zug fährt 18:30 Uhr. Parafjala im përdoret kur ne flasim për muajt e vitit ose dhe për stinët. Përpara se të shohim shembuj, do bëjmë një përsëritje të shkurtër të stinëve në gjermanisht. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Po ju tregoj edhe një sekret të vogël. Të gjitha stinët në gjermanisht janë në gjinin mashkullore, pra ato marrin nyen der përpara tyre. Pra, der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Rikthehemi tani tek shembujt tan. Im Winter ist es in Deutschland kalt, ose im Juli fahre ich nach Frankreich. Pra, winter, dimri, stina dhe juli është muaji i vitit korriku. A mund ta ndërtosh edhe ti shembullin tënd? Shkruajeni poshtë në koment. Vazhdojmë me parafjalën e radhës që është parafjala ab. Ab po ashtu është një parafjalë kohe të cilën ne e përdorim për të treguar një veprim që nis në kohën e ardhme, por nuk e specifikojmë se kur përfundon ai. Për shembull, ab 15 Uhr beginnt der Kurs. Ose ab Montag habe ich Urlaub. Ab Januar arbeite ich in der Firma. Dhe ab përdoret edhe për orën, për ditë e javës, për muajt, stinët e të tjerë, pra për të gjitha të dhënat kohore. Vazhdojmë me parafjalën e fundit që është von bis. Këto dy parafjalë përdoren gjithmonë së bashku për të treguar se kur nis dhe kur përfundon një veprim. Për shembull, Ich arbeite von Montag bis Freitag. Pra, unë punoj nga e hëna në të premte. Die Ausstellung ist von 1. Juli bis 31. Juli.
Për të praktikuar sa më mirë këto parafjalë, ju rekomandoj të përdorni shembujt tuaj, të shkruani shembujt tuaj dhe t'i përdorni ato në fjali të përditshme. Se keni pyetje të tjera ose tema të ndryshme të cilët do donin t'i shpjegonim këtu në kanalin ton, mos hezitoni të na shkruani poshtë në koment. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni një like, comment dhe subscribe, gjithashtu edhe zilën për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit që ishi sot me mua. Do shihemi në videon e radhës. Bye.